E dyta, ruaj namazin dhe për kushtim. Namazin dhe zër. Vallahi, pa namaz nuk ka kur gjë. Nuk ka shpëtim dynja, po as nuk ka shpëtim në ahiret. Këto muhabetet kota janë dhe me thonë që thënë, hajtë se Zotë e ka mëshirën e madhe, ka jo, Zotë e ka mëshirën e madhe për mëkatarin I cili pendohet Allahu Azza wa Jall, për një namazdin I cili edhe ai gabon. Ne nuk po them që ata namaz që falin nuk gabon, edhe ata gabojnë. Mirë po, jo me mashtru vetën tonë se mëshira Allahut Azza wa Jall, mëshira Allahut Azza wa Jall është e madhe, mirë po dhe dënimi Allahut është I madh. Pa namaz nuk ka shpëtim. Allahu Azza wa Jall po thot: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi ndalon njeriu nga të këqijat dhe veprat të shëmtuara. Sura Al-Ankabut, ajeti 45, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po thot: "As-salatu 'imadud-din." Namazi është shtylla e fesë. Pas la ilaha illallah vjen një herë namazi. Që ky objekt nuk mundet me qëndru pa këtë shtyllë. Bjen, nëse nuk bjen sot, nesër ka me ra, pa ashtu dhe njeriu pa namaz nuk bën. Namazi është ushqim, ushqimi I shpirtit, ushqimi I trupit, ushqimi I trunit është namazi. Pse? Se ti me anë të namazit po e tregon domethënë se ti je me Allahun Azza wa Jall. E nëse ti I shkëput lidhjet me Allahun, me kon kemi pas lidhjet. A din që namazit ndalon edhe prej veprave të këqija vezën, se ti kur e din se unë jam namazli, edhe mund njerëzit me më pa në rrugë me duke po gjestet e këqija, vallaj të pron edhe shkaku I namazit, e la domethënë, e la edhe ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezën ka thënë namazi është dritë. Si ka mundsi një njeri me hes pa dritë? Si ka mundsi një njeri me hes me gjet rrugën e drejtë pa pas dritë? E namazi që kjo drita domethënë që të çon. Çka dush bën Allah jam? Po dush me punu, puno. Po dush me studio. Namazi nuk nal hiç prej ibadetit, prej mësimit, prej punës, prej biznesit. Sa biznesmen kanë botë, që kanë domethënë me miliarda kanë, mirë po namazin nuk e lojnë. Sa studiues, shkencëtar kemi domethënë në botë, që namazin e falin, bilen ndoshta namazin edhe më tepër falin, se jo për farzin, mirë po falin edhe namaz natës, falin edhe namaz duha, falin edhe namaz vullnetare, falin edhe teravih dhe kreti falin, pse? Se e di që namazin nuk të merr kohë vëlla jam. Neve na merr kohën interneti, neve na merr kohën gibeti, përgojimi, mirë po namazi është domethënë dritë e cila ta dërgon apo ta tregon rrugën e drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi një ditë dhe tha për zbatimin e tij, ai do të jetë dritë. Jo, dritë do të jetë provë, argument dhe shpëtim në ditën e gjykimit. Do të thonë dritë këtu në dynja kemi hec mirë, nuk kemi bë keq kërkujt, ka me qenë argument për ty, ka me të mbrojt ja Rab, mos e dëno që trop se ky ka boseshtë për ty ja Rab. Edhe ka me qenë shpëtim në ditën e ringjalljes. E kush do që nuk është I zellshëm, kush do që nuk është I kujdesshëm për namazin, ai nuk do të jetë për të dritë. S'ka qysh me hec, për atë arsye krejt rrugë do kon të rrogj, krejt rrugë mu kanë fsheh. Mos ka bëu dikush magji, jo vëllai jam ti me dorën tonë ti vetës I ke bëu magji, pse? Ti kish kaput lidhet me Allahun. Në anën tjetër ti e mashtron veten thunë për I besoj Allahut, me I besu Allahut ti e fal namazin. Se çaj Allah që na ka kriju, ai na ka obliguar me namaz. Ai Allah që na ka kriju, ai Allah ka kërkuar prej neve diçka. E ti kish kaput lidhjen, ta kanë dritën Allahu Azza wa Jall, edhe ka me qenë kundër teje. Po ashtu, edhe në ditën e ringjalljes ki mu ringjall me Faraonin, me Hamanin, edhe Ubej ibn Khalefin. Allahu na ruaj. Pra vëllezër besimtar, duhet të kujdesemi për 5 vakte namaz. Jo me muhabetin, a duhet me fal xhuman, as duhet me fal. Nëse nuk I falësh kështu, hiç mos e fal xhuman. Hiç mos e fal xhuman. Edhe nëse thot ti dhe hoç, ti çu ky hoç ka thot, pse? Po ti fali një 5 vakte të vjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush I kanë 3 xhuma. Mirë po për këtë nuk ka thënë. Për këtë nuk ka thënë kush I kanë 3 vakte. 5 vakte do të me fal. Allahu Azza wa Jall na ka kriju. Allahu Azza wa Jall na ka furnizu. Allahu Azza wa Jall na ka caktuar dhe kohën se sa mundem me fal. Pse nuk na ka obliguar Allahu Azza wa Jall me 50 vakte?
Po na ka obligu me 5 vakte. Pse? Se ne kemi punë. Edhe nuk ju kishim përmbajt asaj. E kështu që e kish përblimin e 50 vakteve. Kështu që mundohu vëlla jemi dashur me fal namazin. Nëse nuk mundesh në xhami, atëherë në rart punës ku jesh aty falet. Mirë, po nëse ti ke mundësi me ardhë në xhami më fal, çe mos më ardh. Çe mos më ardh në xhami me fal namazin. 5 vakte namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur njëri te pejgamberi alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, tha Allahu të ka urdhëruar 5 vakte mi falë kështu ja ka boton disa pyetje tha po. Shkoi njëri pejgamberi alaihi wasallam tha aflaha in sadaq. Ka thënë shpëtoi nëse i përmbahet kësaj. Tha vallahi as nuk shtoj, as nuk paksoj. A ka mujt pejgamberi alaihi wasallam i thon atij, o filan, fali sa të mujsh me fal, jo, po i ka thënë 5 vakte. Ati tjetërit i verbër, ka thënë, a për ndëgjën e zanin, ka thënë, po, përgjigju. Nuk i ka thënë, e se ti falë, po në dhe në shpi mu falë. Jo, ka thënë, a për ndëgjën e zanin, ka thënë, po, përgjigju. Do me thënë, 5 vaktet me i falë.